Një tjetër pacient në gjendje të rëndë shëndetësore tek i cili më herët ishte konfirmuar në mënyrë laboratorike forma neuroinvazive e etheve të nilit perëndimor, ka ndëruar jetë në klinikën universitare për sëmundje infektive. Aktualisht janë të hospitalizuar 20 pacient me ethe të nilit perëndimor, prej të cilëve 18 janë raste të konfirmuara në mënyrë laboratorike, ndërsa 2 raste konsiderohen klinikisht si të dyshuara. 5 pacient janë në kujdes intenziv me pasqyrë më të rëndë klinike dhe trajtimi i tyre po zhvillohet sipas të gjitha protokolleve klinike, deklaroi sot drejtori i klinikës Fadil Cana. Ai theksoi se pacienti që ndroi jetë ishte 76 vjeç dhe ishte trajtuar për 27 ditë në klinikë, por për shkak të sëmundjeve të tjera të rënda shoqëruese dhe formës së rëndë neuroinvazive që kishte prekur trurin dhe cipat e trurit, në orët e pasdites ka ndodhur përfundimi fatal. Gjithsej 4 persona kanë humbur jetën nga ethet e nilit perëndimor në vend, ndërsa 15 pacient janë shëruar dhe janë lëshuar nga klinika për sëmundje infektive.